shumë interesante është, unë e punisna vetëm për një ngjarje që është shumë çdo herë në për festat fetare. Unë asnjëherë se kum po Albin Kurtin të e fol Bajramin, as Lumir Abdixhikën, as një politikan, as Hashim Thoqin. Hala nuk i kum po këta me dal me fal Bajramin, po flas nivelin e prizve shtetëror. Pse ai nuk shkon me fal Bajramin? Është musliman. Ndërsa pikërisht në kulmin e fushatës shkon thotë ne do ta ndërtojmë xhamin në Mitrovic. Ne thotë e kena ndërtu kishën në Ferizaj. Kjo është dënë thot ku politika e përdor fen edhe ndjenjen e besimtarit për interesa të votës. Unë mendoj se kjo është e dëmshme, sepse xhamia duhet ndërtohet edhe para fushatës edhe pas fushatës. Historia xhamisë ditë, apo e kishës, apo asaj, apo kësaj. Po na pilon pikërisht në kohë fushate për t'i manipulu, edhe shkojmë na për vene, dënë thot, edhe filozofojnë flasin për fe, nëse që ta besimtar musliman thojnë se pse qa po bën ky, mi thonë, o zot, pse nuk dule Albin Kurti shembull, që është dalin kret, nuk është turp, nuk o mare, o musliman, do të me dal me fal Bajramin. Pse shkon kish për Krishtlindje aty rrim? Nuk je ma evropian ti pse shkon kish ose mu boj mirë para tjerëve, para Evropës. Ruja ato që e ke ti, ato që e ka mëne, do të thot. Në një kulm të përbashkët, është pasuri kombëtare që e kemi rujnë ndërshekoj. E jo që ti iki masaj se nuk bashi mirë nëse ti mundosh mu tjetërsu para tjetrit. Do t'jesh vetvetja. Nëse ne do të vazhdojmë në këtë mënyrë që ne të paraqitëm vetvetja, pse çka kena të keqe na të shkojmë bashkë në Evropë? Musliman, katolik, protestant. Evropa është për gjithë, Evropa për njerëz. Evropa nuk dallon besime. Nuk muna me thonë që unë e po bona kështu se po mdo aj, ose unë e po bona kështu se po mdo ky. Jo vëllat, paraqitëm vetvetja. Ta rujmë atë kulturën që e kemi pas, atë traditën që e kemi pas, shekullore do në thot, ndër vete si vlezër dhe motra dhe që nuk ka arrit askush deri sot me përsha. Nuk ka mujta Serbia me luft, më na shti këto konflikto një majri, profesori dhe pastori besoj kanë mri këto atë propagandën e pist të Serbisë, sistemit të Miloševićit, ku ka dasht me bani propagandë se këtu një fundamentalizëm islamik, këtu një ashtu, i kem dy medalje, do të thotë. Si ekstremi na ne, si këne. Do të thotë, na nuk jem faktor që na muna mi luftu këtu duke e bën një ekstrem tjetër. Na po ndërhyjmë në punë të shtetit. Nëse ka një ekstrem i cili vërtet e rrezikon sigurinë kombëtare, e rrezikon mirëqenjen tonë apo çfarë do të qoftë ajo, janë organet e shtetit, është AKI-ja. Po nëse ne dalim edhe e bëjmë një ekstrem tjetër, një medalje tjetër për luftoj këtë ekstrem, do të thotë na s'bën kurrë. Na e thellojmë krizën edhe shkaktojmë përçarje edhe më të thellë, do të thotë në popull. Kjo meriton pak drejtësi për Emanuelin. Prof, doktor? Po du me kërku e leje prej pastorit ta marrë rahatin në ullje. Të lutem, edhe për juve. Flas ma lirë shumë, kështu. I dëgjova që të dy, Zoti nderoft dhe Zotri Emanueli, shihet se vje prej një sfondi politik. Rregullimi i fjalive për gjatë fjalës diçka shumë impresionuese. Fjalë cilat edhe une do të kisha dëshiru me e shtu e një, me e qitë një rend, Kosovarqe. Falë Zotit, Sadri, falë Zotit, kjo bindja jeme e pale kundër, falë Zotit, fryma ndër shqiptare që është prezente në rrjete sociale, falë Zotit, që nuk është në jetën e përditshme. Unë jam një prej, më lejoni ta quaj, targeteve, viktimave të ekstremizmave të ndryshëm fetar e jo fetar nëpërmes atakeve, e shantazheve, e linçimeve, e kërcënimeve nëpër masa që jam detyruar disa herë me i paraqit edhe të organet përkatëse. Po, ka njerëz të cilët edhe kanë fjet në burg disa muaj. Për shkak kërcënimeve që kanë bërë. Po, për shkak të kërcënimeve disa janë anashkalu. Falë Zotit, ajo gjuhë është
e nivelit të rjetëve sociale dhe nuk e pasqyron realitetin tonë. Ne me pastorin njihemi ma shumë se 20 vjetë. Unë e kam nder, nuk po flas kështu për shkak se jam para kamerës. Unë e kam nder kur e dëgjoj edhe flet me atë ngrohtësi, siç edhe foli zotri Emanueli tani. Pra, kur në jetën time, a unë jam I bindur se si jam shumica dërmuese e shqiptarëve, kur në jetën time mua nuk ka pengu një shqiptar katolik, protestant, ortodoks në ndonjë projekt, në ndonjë nej, e as që e kam pa ndonjë musliman, veç pse është I fejes muslimane, diçka ma superior, ma I afërt me mua, me jetën teme, në raport me një jo musliman. Tek e fundit, o miq, edhe ju o shqiptar që po na dëgjoni, pyetja çka është feja, shumë herë jam mundu me e shpjegue me terminologji që t'jem sa ma I kapshëm dhe I kuptushëm prej Shqipeve, prej Shqiptarve. Çka feja? Feja po, është prej Zotit. Është Kurani, është Dhjata e Vjetër, Dhjata e Re, Bibla, janë tekstet e shejta. Por, që kjo liber I shejt, Bibël, Kur'an, ai tjetri, nuk është asgjë ma shumë ose ma pak se punë e Zotit në përmes rrugëve fetare që njeriu taman brenda binarëve të njerëzorës. Islami po flas tash, si hoxh une. Islami prerogativa kryesore, urdhresa kryesore, puna kryesore është që njeriu ta mbaj brenda binarëve të njerëzorës. Kur e kam pyet Muhammedin alayhi salatu wasalam, për çka je I dërguar? Shiqoni, t'lutna, për çka je I dërguar? As nuk thet me e bo musliman, as nuk thet kënej, as andej, thet innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Ata të cilët e din gjuhën arabe, që kjo innama është për, domethënë pjesës përjashtuse e çdo gjë tjetër përveç asaj që pason në fjali. Dhe përkthimi tekstual, për asgjë tjetër nuk jam dërgue përveç që njeriu t'ia mësoj rregullat morale, etikën. Pra, njeriu I moralshëm, njeri I kapshëm, njeri I pranueshëm, njeri kontribues për rrethin, për shoqërinë, për familjen, nëse ka kapacitet për njerëzimin, është ftesa, urdhresa,